Biznesmeni ndaloi në rrugë dhe e gjeti pastruesen e tij me fëmijët e tij, pa asnjë shpjegim. Janë zbriti nga makina pa e kuptuar se çfarë po shite. Marina mbante në krah 3 foshnjat e tij trinjak, e ulur në një pemë, në mes të askundit, me fytyrën e shënuar nga lotët dhe pluhuri. Janë ndjeu këmbët t'i ngriheshin në vend dhe ajrin t'i ikte nga mushkërit, sikur dikush t'ia kishte nxjerrë gjithçka nga brenda në një çast të vetëm. Sepse ajo që shinin syt e tij thjesht nuk kishte asnjë kuptim. Marina ishte aty, e ulur në tokën e pluhurosur të një rruge të braktisur, duke mbajtur 3 fëmijët e tij, foshnjat që ai kishte lënë në shtëpi atë mëngjes nën kujdesin e dados që i kushtonte mira para në javë. Dhe tani ajo ishte aty, pastruesja që pastronte shtëpinë e tij 2 herë në javë, me fëmijët në krah, me fustanin blu të mbuluar nga pluhuri dhe fytyrën e mbushur me lot që shkëlqenin në dritën portokalli të perëndimit. Ai hodhi 2 hapa përpara dhe u ndal përsëri, mendja e tij duke u përpjekur të përpunonte skenën absurde që po shpalosej para tij, sepse nuk kishte logjik, nuk kishte shpjegim të mundshëm. Kur hapi gojën për të folur, zëri i doli i ashpër dhe i mbushur me hutim. Marina, çfarë po ndodh këtu? Çfarë po bën me fëmijët e mi? Ajo ngriti fytyrën ngadalë, sytë e fryrë dhe të kuq u takuan me të tij. Dhe për një moment, janë pa diçka në atë shikim që e bëri të harronte zemërimin dhe konfuzionin. Ishte frikë e pastër, ajo lloj frike që ndjen një njeri kur është plotësisht pa rrugdalje, kur bota i shembet mbi kokë dhe nuk ka më asgjë për të bërë, përveç se të ulet në tokë dhe të presë më të keqen. Marina i shtrëngoi foshnjat më fort pas kraharorit, trupat e vegjël u lëvizën lehtë në krahët e saj, dhe ajo gëlltiti pështymën para se të arrinte të fliste. Nuk kisha zgjidhje, zoti janë. Ju betohem që nuk kisha zgjidhje. Janë ndjeu irritimin t'i ngjitej në fyt, por njëkohësisht kishte diçka në zërin e saj që e pengoi të shpërthente. Ishte dëshpërim, ishte sinqeritet, dhe ai dinte ta dallonte këtë te njerëzit, sepse kishte kaluar vite duke u marrë me punonjës, ortak dhe të panjohur. Marina nuk i kishte gënjur kurrë, nuk i kishte dhënë kurrë arsye për dyshim. Ai mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte mendimet e përshpejtuara, dhe hodhi edhe një hap drejt saj, me zemrën që i rrite aq fort sa dukej sikur do t'i dilte nga kraharori. Nuk kishe zgjidhje? Marina, ti i more fëmijët e mi dhe u largove nga shtëpia pa i thënë askujt. Dadoja është e dëshpëruar. Mora një telefonat duke më thënë që fëmijët ishin zhdukur. Mendova se kishte ndodhur diçka e tmerrshme. Mendova se dikush kishte hyrë në shtëpi dhe i kishte marrë. Kalova 2 orët e fundit duke ju kërkuar, pa e ditur nëse do t'i gjeja gjallë. Diçka e tmerrshme kishte ndodhur, u përgjigj ajo me zërin që i dridhej. Këtë herë lotët i rrëshitën fuqishëm nëpër fytyrën e ndotur nga pluhuri, duke lënë gjurmë të pastra mbi lëkurë. Dadoja që keni punësuar, ajo grua që kërkon aq shumë para, nuk është ajo që mendoni ju. Ajo nuk është aty për t'u kujdesur për foshnjat, zoti janë. Ajo është aty për t'u bërë keq atyre. Janë rudhi ballin, hutimi tani i përzier me një fije shqetësimi që filloi të rritej brenda tij si një farë helmuese. Marina nuk ishte tipi që shpikte histori. Ajo ishte e qetë, punëtore, nuk futej kurrë në punë që nuk i takonin, dhe tani ishte aty duke u dridhur, duke mbajtur fëmijët e tij sikur jeta e tyre varej nga kjo. Për çfarë po flet? Ma shpjego drejt, sepse nuk po kuptoj asgjë. Marina mori frym thellë, fshiu fytyrën me kurrizin e dorës dhe i hodhi një vështrim foshnjave para se të vazhdonte, sikur të kontrollonte nëse ishin ende mirë, nëse merrnin ende frym, nëse ishin ende të sigurt. Sot në mëngjes shkova në shtëpinë tuaj për të bërë pastrimin, si çdo të mërkur. Kur hyra nga dera e pasme, dëgjova dadon duke folur në telefon në sallon. Ishte nervoze, fliste me zë të ulët. Në fillim nuk i kushtova vëmendje, por pastaj kuptova se ishte tepër e shqetësuar. Zëri i saj ishte i çuditshëm, i tensionuar, dhe u ndala për të dëgjuar. Çfarë tha ajo? Pyeti janë, po fliste për foshnjat. Tha që sonte do të ishte dita, që gjithçka ishte gati, që personi në anën tjetër të linjës nuk kishte pse të shqetësohej, sepse ajo do ta bënte atë që kishte premtuar dhe askush nuk do të dyshonte për asgjë, sepse ju i besonit plotësisht asaj. Stomaku i Janit u përmbys, por ai u përpoq të ruante qetësinë. Kjo mund të nënkuptoj shumë gjëra. Mund të ishte një keqkuptim. Jo, zoti Jan, e ndërpreu Marina me vendosmëri. Ajo përmendi emrat e foshnjave. Gabriel, Sofia dhe Miguel. Tha që të 3 po flinin dhe se askush nuk do ta vinte re derisa të ishte tepër vonë. Heshtja që ra mes tyre ishte e rëndë.
Fjalët e Marinës tani nuk dukeshin më si çmenduri, por si një paralajmërim që nuk mund të injoroj. Çfarë bëre më pas? Pse nuk më telefonove menjëherë? Hyra në panik. Nuk dija çfarë të bëja. Kisha frikë se ajo do ta kuptonte. Vendosa se nuk mund të rrezikoja. Mora foshnjat dhe ika. Ajo i tregoi se si kishte pritur që da doja të hynte në banjë, si i kishte marrë fëmijët një nga një dhe kishte ikur me vrap. Jan e kuptoi se Marina kishte rrezikuar gjithçka për t'i shpëtuar fëmijët e tij. Ka edhe diçka tjetër, shtoi ajo. Ajo tha se nuk do të linte gjurmë, që gjithçka do të dukej si aksident. Këmbët e Janit u drodhen. Ai pa Marinën dhe kuptoi se nuk po shite më vetëm pastruesen, por gruan që kishte shpëtuar jetën e fëmijëve të tij. Je e sigurt për atë që dëgjove? Sepse nëse unë telefonoj policin tani, nëse e akuzoj këtë grua, nëse them se ajo po planifikonte t'u bënte keq fëmijëve të mi, duhet të jemi sigur. Duhet të kem prova. Zoti janë, unë e di çfarë dëgjova. Betohem për jetën time, për jetën e nënës sime, për jetën e të gjithëve që dua. Unë kur nuk do të gënjeja për diçka të tillë. Kur nuk do ta vendosja zotërinë në një situatë si kjo. Kur nuk do t'i vija këta fëmijë në rrezik nëse nuk do të isha absolutisht e sigurt për atë që dëgjova. Ai i besoi asaj. Jo sepse kishte prova konkrete, jo sepse kishte kuptim logjik, jo sepse kishte dëshmi materiale, por sepse e pa në sy Marinën dhe pa të vërtetën të gdhendur aty. Pa sakrificën, lodhjen, frikën, vendosmërinë. Dhe e kuptoi se askush nuk do ta bënte atë që ajo bëri përpara, për hakmarrje, për çmenduri apo për ndonjë arsye tjetër që nuk do të ishte e pastër. Vetëm dikush me zemër të pastër do të ishte i aftë për një gjë të tillë. Jani nxori telefonin nga xhepi, duart i dridheshin lehtë dhe e shikoi Marinën për herë të fundit para se të telefononte. Do ta thëras policin tani. Do t'u tregoj gjithçka që më the. Do t'u kërkoj të shkojnë në shtëpinë time, të arrestojnë atë grua dhe të hetojnë gjithçka. Dhe nëse ke të drejtë, nëse gjithçka është e vërtetë, ajo do të paguaj për atë që planifikoi të bënte. Do të paguaj për çdo sekond frike që ke kaluar, për çdo kilometër që ke ecur duke mbajtur fëmijët e mi. Marina pohoi me kokë, supet ju çlodhen për herë të parë që nga momenti kur ai kishte mbërritur. Ajo i shikoi tre foshnjat në krah, duke ledhatuar me butësi flokët bjond të njërës, duke i prekur faqen e rumbullakët tjetrës, duke rregulluar rrobat e të tretit. Unë vetëm doja që ata të ishin mirë, Zoti janë nuk do të mund të jetoja duke ditur se diçka u kishte ndodhur për fajin tim, sepse heshta, sepse pata frikë të përfshihesha aty ku mendova se nuk më takonte. Këta fëmijë nuk e meritojnë të vuajnë. Ata nuk kanë faj për asgjë. Janë ndiu një ny në fyt, por para se të mund të përgjigjej, para se të falënderonte, para se të thoshte ndonjë gjë që të shprehte mirënjohjen e thellë që ndjente, ekrani i telefonit u ndes me një njoftim. Kur uli syt, gjaku ju ngrir plotësisht, sepse ishte një mesazh nga një numër i panjohur. Mesazhi kishte vetëm 4 fjalë, por ato mjaftuan që gjithçka brenda tij të përmbysej. Unë e di ku jeni. Jani e lexoi mesazhin 2 herë, 3 herë, duke u përpjekur të kuptonte atë që po shihte, duke u përpjekur të kuptonte si ishte e mundur. Pastaj e lexoi me zë të lartë, zëri i dridhej nga frika. Unë e di ku jeni, përsëriti ai dhe e shikoi Marinën me sytë hapur nga paniku. Si mund ta di ajo se ku jemi? Si është e mundur? Marina u zbe. Ngjyra e pakët që kishte në fytyrë u zhduk krejtësisht. Trupi ju tendos dhe ajo shikoi përreth rrugës së zbrazët, sikur të priste që dikush të dilte nga hijet në çdo moment. Zoti janë, duhet të ikim prej këtu tani. Ju lutem. Nuk mund të qëndrojmë këtu, në mes të rrugës, duke pritur që ajo të shfaqet. Duhet të largohemi. Duhet t'i çojmë foshnjat në një vend të sigurt. Ai nuk hezitoi. Nuk humbi kohë me pyetje apo përpjekje për të kuptuar më shumë. Futur telefonin në xhep, bëri 2 hapa të shpejt drejt Marinës dhe zgjati krahët. Mi jep fëmijët. Do t'i fusim në makinë tani dhe do të largohemi menjëherë. Marina u ngrit me vështirësi, këmbët i dridheshin nga lodhja dhe frika, dhe filloi t'ia jepte foshnjat Janit, një nga një, me kujdesin më të madh. Ndërkohë, syt nuk i largonte nga rruga, nga pemët, nga horizonti ku dielli po perëndonte ngadalë. Jani i mbajti të 3 fëmijët pranë gjoksit, duke ndjer peshën e tyre, ngrohtësinë e trupave të brish, rrahjet e shpejta të zemrave të vogla.
Dhe për herë të parë atë ditë, ai e kuptoi plotësisht se çfarë kishte bërë Marina. Ajo e kishte mbajtur atë peshë për kilometra të tërë, në diellin përvolues, pa ujë, pa ushqim, pa pushim, vetëm për të mbrojtur 3 jetë të pafajshme. Shpejt, nuk kemi kohë, tha ai. Të dy vrapuan drejt makinës së zezë të parkuar anash rrugës. Jani hapi derën e pasme me një dorë, ndërsa me tjetrën mbante foshnjat dhe Marina e ndihmoi t'i vendoste në sediljet e sigurisë, duke kontrolluar 2 herë rripat. Kur gjithçka ishte gati, Jani mbylli derën dhe u kthye nga Marina. Hyrë në makinë. Do të vish me mua. Nuk do të lë këtu. Zoti Jan, nuk e di nëse është ide e mirë, ndoshta duhet të qëndroj këtu dhe t'i shpjegoj policisë kur të vinë. Marina, ti u shpëtove jetën fëmijëve të mi. Nuk do të lë këtu vetëm. Hyrë në makinë. Kjo nuk është kërkesë, është urdhër. Ajo bindi, u ul në sediljen e pasagjerit dhe mbylli derën. Jani hipi në vendin e shoferit, ndezi makinën me duar që ende dridheshin dhe u nis me shpejtësi. Rruga pas tyre mbeti e zbrazët, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Ku po shkojmë? Pyeti Marina me zë të lodhur. Në komisariatin më të afërt. Do t'u tregoj gjithçka. Por dyshimi në sytë e saj nuk u zhduk. Nëse ajo dërgoi atë mesazh, do të thotë se ajo e dinte saktësisht ku ishim. Dhe nëse e dinte këtë, ndoshta nuk është vetëm. Jani ndiu stomakun t'i shtrëngoi. Marina kishte të drejtë. Dhe ndërsa makina përshpejtonte drejt qytetit, frika u shndërrua në një vendosmëri të fortë. Ai nuk do të lejonte askënd t'u bënte keq fëmijëve të tij. Kur tregoj këto mesazhe, do të tregoj gjithçka që më the, do të kërkoj mbrojtje policore dhe ata do të na ndihmojnë. Por kur Jani shikoi sërish në pasqyrën e pasme, vetëm për t'u siguruar që rruga pas tyre ishte ende bosh, ajo që pa ja ngriti gjakun akull për herë të tretë atë pasdite që dukej sikur nuk do të merrte kur fund. Sepse tani pas tyre nuk ishte më vetëm një rrugë e qetë dhe e zbrazët. Kishte një makinë. Një automjet i madh dhe i errët që shfaqej në horizont si një hije kërcënuese, duke përshpejtuar drejt tyre me një shpejtësi që nuk linte asnjë dyshim për qëllimet e tij. Marina mbahu fort diku. Vendose rripin e sigurimit tani, po na ndjekin dhe do të më duhet të përshpejtoj shumë më tepër se kaq. Marina shtrëngoi rripin e sigurimit me duar që i dridheshin dhe shikoi pas, drejt makinës së errët që po afrohej gjithnjë më shpejt, duke shkurtuar distancën mes tyre sikur të ishte çështje sekondash për t'i arritur. Jani shtypi fort pedalin e gazit, duke ndier motorin të ulërinte nën kofano. Shpejtësimatësi u ngjit në 140-150 km/h dhe peizazhi përreth u shndërrua në njolla të paqarta jeshile dhe kafe. Foshnjat në sediljen e pasme filluan të qanin, të friksuara nga shpejtësia, nga lëkundjet, nga tensioni që mbushte çdo centimetër të makinës. Marina u kthye nga pas për të përpjekur t'i qetësonte, duke shtrirë dorën për të prekur këmbëzat e vogla të njërit prej tyre, duke bërë tinguj të butë me gojë, duke u përpjekur të transmetonte një qetësi që ajo vetë nuk e ndjente. Gjithçka është në rregull, dashuritë e mia, gjithçka është në rregull. Do të jemi mirë, përshpëriti ajo, por zëri i doli i thyrë. Dhe Jani e dinte që ato fjalë ishin më shumë për veten e saj se sa për fëmijët. Ai shikoi sërish në pasqyrë dhe pa që makina ishte edhe më afër. Tani mund të shihte qartë se ishte një kamionçinë e zezë me xhama të errët. Kishte diçka në mënyrën se si lëvizte ajo makinë, diçka agresive dhe e vendosur, që e bënte të qartë se shoferi nuk kishte ndërmend vetëm t'i ndiqte, por t'i arrinte, t'i detyronte të ndalonin, të përfundonte atë që kishte nisur. Jani ktheu timonin papritur djathtas, duke hyrë në një rrugë dytësore që u shfaq nga hiçi, një rrugë e ngushtë e rrethuar nga pemë të dendura në të dy anët. Makina rrëshiti lehtë para se të gjente sërish kapje, duke e përplasur Marinën pas derës. Zoti Jan, ku të çon kjo rrugë? Nuk e di. Nuk kam kaluar kurrë nga këtu. Por nuk mund të vazhdojmë në rrugën kryesore. Ata do të na arrijnë. Të paktën këtu kemi një shans të gjejmë ndonjë devijim, ndonjë vend për t'u fshehur. Marina nuk u përgjigj, thjesht u mbajt fort pas panelit dhe vazhdoi të shikonte pas, duke vëzhguar kamionçinën që kishte bërë të njëjtën kthes dhe tani po vinte pas tyre, ende duke përshpejtuar. Jani u përpoq të telefononte sërish policinë. E mbajti telefonin mes shpatullës dhe veshit, ndërsa i mbante të dyja duart në timon. Por thirrja nuk po lidhej. Sinjali luhatej mes një vije dhe asgjëje. Ai e kuptoi se ishin shumë larg, në një zonë tepër rurale.
Nuk ka sinjal. Nuk po arrit të telefonoj askënd, tha ai dhe e hodhi telefonin mbi panel me nervozizëm. Zoti Jan, çfarë do të bëjmë? Ata po afrohen gjithnjë e më shumë. Jani nuk kishte përgjigje. Për herë të parë në jetën e tij, ai ishte plotësisht pa kontroll, pa plan, pa strategji, thjesht duke reaguar, thjesht duke u përpjekur të mbijetonte. Kur shikoi përpara, pa që rruga fillonte të ngjitej në një kodër, duke u bërë edhe më e ngushtë. Ai shtypi edhe më fort gazin, duke e çuar motorin në kufi. Kamionçina pas tyre bëri të njëjtën gjë. Pa pritur, Jani ndjell një goditje të fortë në pjesën e pasme të makinës. Një përplasje e dhunshme që e bëri gjithë automjetin të dridhej. Marina bërtiti, duke u kapur fort pas panelit dhe foshnjat filluan të qanin edhe më fort. Na goditën, zoti Jan. Po përpiqen të na nxjerrin nga rruga. Jani e dinte. Mund ta ndjente makinën duke humbur stabilitetin, drejtimin duke u bërë më i rënd, më i vështirë për t'u kontrolluar. Kur kamionçina i goditi sërish, kësaj here edhe më fort, makina e tij doli për një çast nga rruga, rrotat e djathta hynë në dhe, duke ngritur gur dhe pluhur. Ai u detyrua të kthente timonin me gjithë forcën për t'u rikthyer në asfalt. Frymëmarrja e tij ishte e shpejtë, zemra i rrite aq fort sa mendonte se do t'i shpërthente. Ai hodhi një vështrim të shpejt drejt Marinës dhe pat merrin e stampuar në fytyrën e saj. E kuptoi se duhej të bënte diçka, të ndryshonte situatën, sepse nëse vazhdonin kështu, për pak çaste kamionçina do t'i nxirrte nga rruga dhe gjithçka do të merrte fund. Marina, merre telefonin tim. Provo të telefonosh çdo numër emergjence, këdo. Provo të dërgosh mesazh. Çfarëdo gjëje. Na duhet ndihmë. Ajo e mori telefonin me duar që i dridheshin, e zhbllokoi ekranin dhe filloi të provonte. Por Jani e pa nga shpreha e saj se nuk po funksiononte. Sinjali vazhdonte të mos ekzistonte. Rruga arriti majën e kodrës dhe filloi të zbriste nga ana tjetër. Përpara u shfaq një bifurkacion, një rrugë majtas që dukej se vazhdonte përmes zonës rurale dhe një tjetër djathtas që hynte në një pyll të dendur. Ai mori vendimin në një fraksion sekonde dhe u kthye djathtas, duke hyrë në rrugën e dheut që futej në pyll. Pemët u mbyllën mbi ta si një tunel i gjelbër. Kamionçina hezitoi për një moment para se t'i ndiqte. Pse hym këtu? Nëse kjo rrugë nuk ka dalje, do të mbetemi të bllokuar. E di. Por atje jashtë ishim në disavantazh. Këtu të paktën kemi pemët, pyllin. Nëse makina e tyre është shumë e madhe, do ta kenë të vështirë të manovrojnë. Ishte një bast i rrezikshëm, por ishte shansi i vetëm. Jani vazhdoi të përshpejtonte mbi rrugën e dheut, makina kërcente mbi gropa dhe gur, pezullimi rënkonte nga përpjekja. Për disa sekonda ai mendoi se kishte funksionuar, sepse kur shikoi pas, kamionçina kishte mbetur mbrapa, e humbur mes kthesave të pyllit. Por më pas, kur mori një kthes më të mprehtë, kur mendoi se më në fund i kishte humbur, pa diçka përpara që ja fundosi zemrën në kraharor. Ishte fundi i rrugës. Një hapësirë e vogël e hapur në mes të pyllit, ku rruga thjesht mbaronte. Nuk kishte dalje. Vetëm pemë të dendura përpara dhe anash. Jo. Murmuriti Jani duke shtypur frenat fort. Makina rëshiti në dheun e lirshëm para se të ndalonte plotësisht fare pranë pemëve. Marina shikoi përreth, paniku e pushtoi. Zoti Jan, jemi të bllokuar. Nuk kemi ku të shkojmë. Çfarë do të bëjmë tani? Jani shikoi në pasqyrë dhe pa kamionçinën që dilte nga kthesa pas tyre, duke ngadalësuar dhe duke u ndalur rreth 20 metra larg. Për një moment gjithçka u bë e heshtur. Vetëm zhurma e motorëve të ndezur dhe e qara e mbytur e foshnjave në sediljen e pasme. Jani e fiku motorin, mori frym thellë dhe e shikoi Marinën me një seriozitet që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Marina, dëgjoj çfarë do të them. Unë do të dal nga makina dhe do të flas me çdo që është në atë kamionçinë. Ndërkohë, ti rri këtu, mbyll dyert dhe nëse ndodh diçka, nëse sheh që situata po bëhet e rrezikshme, merr foshnjat dhe vrapo në pyll. E kupton? Vrapo dhe mos shiko mbrapa. Zoti Jan, nuk mund t'ju lë vetëm. Nuk mundem. Po, mundesh dhe do ta bësh, sepse këta fëmijë kanë nevojë për ty, ata kanë nevojë që ti të jesh gjallë dhe e sigurt. Të lutem, bëj atë që po të kërkoj.
Para se Marina të mund të përgjigjej, dera e kamionçinës u hap dhe zbriti një burr i gjatë dhe i dobët, me fytyrën pjesërisht të mbuluar nga një mjekër e parregull dhe syze të errëta. Jani e njohu menjëherë qëndrimin e tij, mënyrën e ecjes, edhe pas 2 vitesh, edhe pas gjithçkaje. Ai e dinte që kishte pasur të drejtë. Ishte Juliani. Jani hapi derën e makinës ngadalë dhe doli, duke qëndruar pranë automjetit me duart e dukshme, duke u përpjekur të tregonte se nuk ishte kërcënim, duke fituar kohë për të menduar. Julian, je ti? Je vërtet ti që po bën këtë? Juliani hoqi syzet e errëta ngadalë dhe Jani pa sytë që njihte aq mirë. Por tani kishte diçka tjetër në to, diçka të zbrazët dhe të ftohtë, sikur burgu ti kishte zhveshur nga çdo gjë njerëzore. U habite, Jan? Mendove se do të harroja? Mendove se do të rria 8 vite i qetë dhe pastaj do të vazhdoja jetën sikur të mos kishte ndodhur asgjë? Julian, nuk doja që gjërat të përfundonin kështu. Por ti po vidhje nga kompania, po vidhje nga unë. Çfarë prisje të bëja? Prisja që të ishe miku im. Prisja të flisje me mua, të përpiqeshe të kuptoje. Unë isha i mbytur në borxhe, i dëshpëruar. Më duhej para për trajtimin e nënës sime. Por jo. Ti zgjodhe të më shkatëroje. Dialogu vazhdoi i mbushur me dhimbje, zemërim dhe hakmarrje, deri në momentin kur Marina doli nga makina dhe u vendos pranë Janit, duke deklaruar se për të prekur fëmijët do të duhej të kalonin mbi trupin e saj. Gjithçka u përshkallëzua shpejt. Babysiteria u rebelua, thiri policin, telefoni u shkatërua, por tashmë ishte tepër vonë. Sirenat u dëgjuan në distancë. Në kaos, Jani i dha Marinës urdhrin të vraponte me foshnjat. Ajo bindi, duke u futur në pyll, ndërsa Jani u përlesh me Julianin për ta ndalur. Në fund, policia mbërriti. Julian dhe gruaja u arrestuan. Foshnjat ishin të sigurta. Makthi kishte marrë fund. Më vonë, i ulur pranë Marinës, me fëmijët të sigurt në krah, Jani e kuptoi se ajo grua e thjesht nuk ishte thjesht një pastruese. Ajo ishte një heroin. Dhe që nga ajo ditë, ajo u bë pjesë e familjes së tij, një nënë e dytë për fëmijët e tij, dikush që kishte zgjedhur të bënte gjën e duhur, edhe kur kjo do të thoshte të rrezikonte gjithçka.